kanë shty me forcë se kjo zgjidhja, pra ndryshon një kufit dhe kjo zgjidhja. Jo, nuk e kanë shty, më falni, na duhet më konë sakt në fakte. Është Edi Rama, zoti Vučić dhe zoti Thaçi, cilë para 2 vjetëve një herë e kanë diskutu këtë punë me komunikim të tyre. Mandej zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ka lobu në perëndim për këtë ide, pse s'po i lejoni ju Kosovën dhe Serbinë. Njëjtë edhe Vučići ka bëu të njëjtë. Edhe zoti Thaçi me agjencionet e tij, edhe në këtë valle është kyç Thaçi, i cili ashtu për 2002 se ka inklinimin për me bisedu për kufit e Kosovës. Ai ka biseduar edhe me Xhinxhishin atko. Dhe ti e ke pas perëndimin para një akti ku ata kanë thonë nëse kryetari i Kosovës është për, kryetari i Serbisë është për, qysh mujmë na mi thonë këtyne me gjitha ato pare për lobim, a shumë pare në harxhun lobim, si për Kosovës, si për Serbisë, si dhe ashtu për një rryme të pareve që vjen ka Rusia që ka hyrë në këtë projekt. Edhe ti për shembull, edhe ke qenë me një situatë ku gjitha kjo mbajtje mbyllur për media, edhe ka qenë një marrë d'akordim, apo frika ka qenë të një d'akordim i Vučićit edhe i Thaçit që nëpërmjet incidenteve të kontrollume me e bon darjen realitet. Kjo i ka dështu me arrestimin e këtij Gjuriqit, edhe i ka dështu me 4 gusht Vučićit njëjtë. Domethënë dhuna në veri e kontrollume ka dështu si opcion tash për tash. Edhe më fillun këta të 2 fushatën mediale të njëjtën kohë për ndrim të kufive. Ajo që ka qenë sfidë e madhe për neve, ju e dini që për partive politike, alternativa ka qenë e ma e zëshmja kundër, kemi qenë ma të zëshmit për partive politike. Sfidu se ka qenë me qenë perëndim me u kuptu që shumica e partive politike në Kosovë edhe e shoqërisë të Kosovës nuk e pranojnë që të opcion. Në moment që ata e kanë pas që Thaçi është izolum, që nuk ka përkrahje mrenda Kosovës, bile s'ka legitimitet demokratik që në tha ambasadori, atë dhule ambasadori Amerikan dja. Tash, mas që po duhet më thirën deklarata, tha s'ka legitimitet demokratik, atë që s'ka legitimitet demokratik, na opozita tash me thojmë që 1 vjet, s'ki legitimitet me hyrë në këtë proces. Po kush na ka vru veshin, e kur po del dikush i huj me thonë, atë po na dëgjojnë edhe neve. Kështu që edhe pozicionit i ke 13 shtete në BE, cilat fund gushtit kanë qenë absolutisht kundër edhe përmendjes. Pse të thotë na ka njoft. Përposa asaj e kish Spanjën, e cila me qeverinë e re thotë, na jemi të gatshëm me njoft Kosovën nëse ka marrëveshje Kosovë-Serbi, po kur asnjëherë s'kemi me njoft në qoftë se ka lëvizje në baza etnike të kufive.